Ju përshëndes nga lajmet e orës 15 këtu në Top Channel, në vijim do të ndiqni. Paketa e re fiskale ndryshon një pjesë të taksave që nga 1 janari, duke lehtësuar fermerët dhe rivlerësimin e banesave, por rrit akcizën për naftën dhe pijet, heq lehtësinë për sektorin IT-s dhe ul kufirin e pagesave me para në dorë. Të gjitha taksat që ndryshojnë dhe një analizë mbi to do t'i ndiqni në këtë edicion lajmesh. Kryeministri Rama komentoi sot buxhetin e vitit 2026 duke u ndalur tek shëndetësia. Ai shpjegoi se do të jepen 1 miliard euro, gati 4% e prodhimit të brendshëm bruto, 15 milion euro shtesë për onkologjikun, tha Rama, duke shtuar se do të ndërtohet edhe Instituti Kombëtar i Tumoreve. 2 persona 66 dhe 52 vjeç me lidhje familjare mes tyre humbën jetën pas mesnatë në një aksident në rrugën Lezhë-Milot. Automjeti i tyre u godit nga një tjetër mjet që drejtohej nga një 33 vjeçar i cili rezultoi i dehur. Ai u arrestua në vendin e ngjarjes. Në një intervistë për mediat, kryeministri në detyrë Albin Kurti ka deklaruar se e ka lënë në duart të opozitës fatin e qeverisjes së re, ose me konjufcën kryeministër, ose në zgjedhje të reja në dhjetor, tha kreu i vetëvendosjes. Rusia është shumë e pakënaqur me Serbinë dhe presidentin Vučić pas deklaratave për eksportet e armëve serbe edhe në Ukrainë. Moska tallet duke thënë se Serbia ka 2 president, një që flet ndryshe me Rusinë dhe një tjetër që flet ndryshe me Perëndimin. Dje ishte nata finale e emisionit për shqiptarët. U treguan histori shprehse dhe shpëtimi, bashkë me thirrjen për të ndihmuar persona të tjerë që janë në vështirësi. Në këtë puntat u sollën historitë e fëmijëve që u rikthyen të shëruar. Shtojmë tani hapas hapi zhvillimet kryesore deri në këto momente të ditës. Paketa e re fiskale ndryshon një pjesë të taksave që nga 1 janari duke lehtësuar fermerët dhe rivlerësimin e banesave, por rrit akcizën për naftën dhe pijet, heq lehtësitë për sektorin IT-s dhe ul kufirin e pagesave me para në dorë. Do të shohim tani me radhë të gjitha taksat që ndryshojnë bashkë me analizën e ekspertëve fiskal mbi këto ndryshime. Paketa fiskale ose thënë ndryshe grupi i ndryshimeve tatimore që qeveria ka propozuar për të shoqëruar projekt buxhetin e vitit 2026 përfshin falje të detyrimeve tatimore, si dhe një sër rikthimesh tatimesh, në disa raste edhe rritje të tyre. Paqja fiskale do të jetë dhe një ndërrisi të kësaj pakete, e cila do të falë detyrimet dhe gjobat e vjetra 10 vjeçare deri në vitin 2014, ndërsa për vitet e tjera lehtësi me kushte. Në këtë linjë lehtësuese paketa fiskale vjon edhe për fermerët me një shtysë të drejt për drejt, pasi kompensimi i TVSH-s rritet në 10% të vlerës së faturave të shitjes për të nxitur kushtu formalizimin dhe rritur konkurrueshmërinë e prodhimit vendas. Ndërsa në sektorin e pasurive të paluajshme, për rivlerësimin është propozuar një zbritje e tatimit nga 15% në 5%, edhe prindërit do të kenë mundësi të përfitojnë nga një masë sociale drejt për drejt. Më konkretisht, nga tatimi mbi të ardhurat personale do të zbritet 48.000 lekë për çdo fëmijë nën 18 vjeç. Qeveria patjetër kur bën hartimin e paketës fiskale për vitet, sidomos për vitin 2026, ka pas parasysh që ndiku disa sektor për t'i dhënë inkurajim pozitiv, ajo subvencionon, ajo hul për t'i invalvuar ose ngre dhe për t'i dekurajuar këto procese në tërësinë e vet. Kjo paqe fiskale duhet parë dhe nga kodri aspektit kushtetues, që sa legale është. Nga ana tjetër, rritjet e tatimit do të pësojnë disa sektor, kryesisht AI teknologjisë, do të largohet nga skema lehtësuese. Nga 5%, tatim fitimi për IT-n kthehet në 15%, po ashtu dhe akciza do të rritet për disa mallra, kryesisht me një indeksim prej 1.5% për mallra si bira, nafta dhe kafeja, me përjashtim të cigareve, ku vijon plani rritjes progresive. Një masë që pritet të sjellë të ardhura shtesë për buxhetin. Paketa shton dhe një element mjedisor, taksa e karbonit rritet nga 3 lekë në 4.5 lekë për kilogram. Një sër ndryshimesh të tjera do të prekin ligjin e procedurave tatimore, nisur nga aktet administrative që do të dërgohen me nënshkrim elektronik, duke zëvendësuar shërbimet postare. Subjektet online të publikojnë të dhënat e biznesit, ulja e kufirit për pagesat me para në dorë, si dhe detyrimi
për pajisje me terminale POS. Paketa orientohen që të gjithë bizneset të cilat kanë aktivitet me tregtar me pagesë në dorë, atëherë ajo detyron që të gjithë bizneset të kenë posa. Paketa fiskale pritet të dorëzohet në kuvend sipas qeverisë, ndërsa është në konsultim me grupet e interesit dhe ndërkombëtarët. Ky është Top Channel. Kryeministri Rama komentoi sot buxhetin e vitit 2026 duke u ndalur tek shëndetësia. Ai tha se do të jepen 1 miliard euro, gati 4% e prodhimit të brendshëm bruto, 15 milion euro shtesë për onkologjikun, tha Rama, duke shtuar se do të ndërtohet edhe Instituti Kombëtar i Tumoreve. Nga buxheti i vitit 2026, i cili në fokus ka shëndetësinë dhe mbrojtjen sociale, kryeministri Edi Rama në rrjetet sociale deklaroi se 15 milion euro shtesë do të shkojnë për onkologjikun, duke theksuar rëndësinë e luftimit të kancerit dhe sëmundjeve tumorale. Rama njoftoi dhe hapjen e Institutit Kombëtar të Tumoreve në Shqipëri. Po ndalem tek lufta me kancerin dhe nevoja për barnat e shtrenjta që kërkon kjo luftë. E pra, për herë të parë, hapim një linjë financimi nga buxheti i shtetit vetëm për këtë nevojë jetike, duke futur 15 milion euro ekstra në shërbim të pacientëve të onkologjikut. Për herë të parë, shërbimi i rikonstruksionit të gjirit për gratë dhe vajzat që kalojnë kancerin do të jepet i plot për të gjitha dhe falas. Ndërkohë, Ministria e Shëndetësisë e shpallur sfundi ndër 100 gratë më influente në mjekësinë botërore për çështjen e kancerit, do të udhëheq projektin kombëtar të ngritjes së Institutit Kombëtar të Tumoreve për Shqipërinë 2030. Kryeministri bëri të ditur se duke filluar nga 2026, inteligjenca artificiale do të ndërthuret në shërbimet mjekësore shqiptare. 2026 është edhe viti i hyrjes së inteligjencës artificiale në shërbimin ton shëndetësor. Përmes një kompanie të përbashkët që shteti shqiptar po krijon me një prej ekselencave të inteligjencës artificiale në shëndetësinë europiane, ndërkohë që me financimet e siguruara nga fondet europiane ne do të krijojmë ekosistemin digital të gatshëm për inteligjencën artificiale, duke hapur shtigjet e reja të diagnostikimit me imazhe, të analizave parashikuese dhe të ndërveprueshmërisë në rang kombëtar. Investimet në infrastrukturën e spitaleve sipas kreut të qeverisë do të vazhdojnë me qëllim që deri në 2030 asnjë strukturë e shërbimit shëndetësor të mos jetë jashtë standardeve të Bashkimit Evropian. Dy persona 66 dhe 52 vjeç me lidhje familjare mes tyre humbën jetën pas mesnatë në një aksident në rrugën Lezhë-Milot. Automjeti i tyre u godit nga një tjetër mjet që drejtohej nga një 33 vjeçar i cili rezultoi i dehur. Ai u arrestuan në vendin e ngjarjes. Një aksident me pasojë vdekjen e dy personave është regjistruar pas mesnatë në aksin rrugor Lezhë-Milot. Viktimat janë identifikuar si Ramazan dhe Agim Harapi, të cilët u përplasën fatalisht nga një automjet që drejtohej nga 33 vjeçari Ardit Gjeçi. Sipas të dhënave paraprake, dyshohet se drejtuesi i mjetit ka qenë nën efektin e alkoolit në momentin e ngjarjes. Përplasja ka qenë e fortë dhe përpasoj, dy të afërmit Harapi nuk mundën të mbijetonin plagëve të marra, duke ndërruar jetë në Spitalin Rajonal të Lezhës. Policia e Lezhës ka vënë në pranga 33 vjeçarin, ndërsa grupi hetimor po punon për sqarimin e rrethanave të plota të aksidentit. Paraprakisht sipas policisë së Lezhës, dyshohet se përveç pozicionimit të gabuar të automjetit në Karrexhat, edhe lagështira në rrugë si pasojë e motit të keq mund të ketë ndikuar në ngjarjen tragjike. Fermerët e Xarës që merren me kultivimin e agrumeve kërkojnë ndihmën e Ministrisë së Bujqësisë pasi po dëmtohen rënd nga lajmet për përdorimin e pesticideve të ndaluara. Ata thonë se kanë kryer analizat e prodhimit të tyre, të cilat kanë rezultuar të pastra. Kapja e disa sasive të mandarinave me përmbajtje pesticidesh të ndaluara ka goditur pothuajse të gjithë fermerët dhe jo vetëm ata që kanë abuzuar. Në fshatin Car të Sarandës, ku ndodhe sipërfaqe të mëdha me agrume, tregu është kurrë ndjeshëm në kulmin e prodhimit, si pasojë e lajmeve negative.
Për këtë arsye fermerët e Zarës të bashkuar kanë porositur analizat laboratorike të frutave për të provuar cilësinë e prodhimit të tyre. U diskutohet për media që ne kemi spërkatur me pesticide. Sot i po flasim, kanë dalë analizat të cilat ne kemi quar në laboratori certifikuar nga Bashkimi Evropian dhe i kemi gjitha këtu për pesticidet që na akuzojnë që ne kemi spërkatur, që është bën buja në media. Kërkojmë nga Isuf që ku e ka këtë lajme dhe ku e ka marrë këtë mandarin që neve po na akuzojnë. Ne kërkojmë nga shteti të vitë marrin analiza, të marrin mandarin, të bëjnë vetë analiza nëse këta nuk besojnë. Ne i kemi këtu. Të vi kush doj, jemi të gjithë në rregull me pjesën e spërkatjeve. Unë jam një fermer nga fshati Zarë dhe kemi këtë ankesën për Ministrinë e Bujqësisë. Thonë si kur kanë dalë mandarinat me pesticide dhe ne i kemi bën të gjitha analizat. Ne kërkojmë tani nga Ministria e Bujqësisë që të ndavi këtu të na mbështesi për këtë problem që na ka dalë, se është shumë problem serioz. Ne tenusi ishte i certifikuar nga Bashkimi Evropian dhe i kaluam gjitha analizat dhe në analizat na kanë dalë shumë mirë. I bëjmë thirrje kush e ka nxjerrë të lajm të rrem që na kanë dalë ky problem i madh. Dhe ne kërkojmë nga Ministria që të paktën Ministria e Bujqësisë të vitë të na mbështetin në ky problem që kemi, se është shumë problem i madh. Zara, zona më jugore e Shqipërisë në kufi me Greqinë, është prodhuesja më e madhe e mandarinave në vend. Nga ky produkt varet jeta e 10 familjeve, të cilat prej vitesh ja kanë kushtuar jetën kultivimit të agrumeve. Fermerët në Lezhë janë të kënaqur me prodhimin e ullirit. Ndër vite ata kanë shtuar sipërfaqet e mbjella, ndërsa ankesën e vetme e kanë për mungesën e fuqisë punëtore. Prodhimi i ullirit në Lezhë këtë vit është i kënaqshëm. Në fshatrat Troshan dhe Fisht, të njohura për kultivimin e kësaj kulture bujqësore, fermerët kanë nisur vjeljen, por problem mbetet mungesa fuqisë punëtore. Të rinjt janë larguar dhe fermerët po hasin vështirësi të shumta për të siguruar krahun e punës. Ndërkohë, çmimi i ullirit dhe i vajt nuk ka pësuar rritje, por vijon të jetë i njëjtë si në vitet e shkuara dhe tregu nuk paraqet probleme, pasi kërkesa për vaj ulliri vendas mbetet e qëndrueshme dhe e lartë, thon fermerët. Vështirësi ka për punëtor. Ka vështirësi se ne kanë hik fëmijët tonë, nuk na ka kush bërë, më thënë ata se është. Kur hikun fëmijë, nuk vjen ndonjëja me të vil mollin tan. Përballë këtij prodhimi të bollshëm të ullirit dhe vajt, tregu vendas është i rrezikuar dhe duhet gjetur mekanizmat e nevojshme për ta eksportuar edhe jashtë vendit. Ne duhet prodhojmë atë vaj standardeve të Bashkimit Evropian që të ketë treg jashtë. Pra pa përpunimin e ullirit për vaj dhe pa linjat që kriposin ullirin, prodhimi do të jetë i rrezikuar për të mos marrë vlerën e tregut. Sipërfaqet me ullin në fshatrat e Lezhës përvin gjithnjë në rritje gjatë viteve të fundit, ku numërohen qindra hektar tokë bujqësore të mbjella me këtë kulturë. Çmimi i ullirit varion nga 150 lek deri në 200 lek për kilogram, ndërsa çmimi i vajt nga 800 deri në 1200 lek për litër. Në një intervistë për mediat, kryeministri në detyrë Albin Kurti ka treguar se ka lënë në duart të opozitës fatin e qeverisë së re, ose me konjuftën kryeministër, ose në zgjedhjet e reja në dhjetor, tha kreu i vetëvendosjes. Kreu i lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti në një intervistë për mediat në Kosovë ju referua zhvillimeve të fundit rreth qeverisë së re, mandatin e krijimit të së cilës e ka marrë Glau Konjufca. Kryeministri në detyrë lëshoi një lloj paralajmërimi të nënkuptuar, duke thënë se nëse nuk votohet Konjufca, do të ketë zgjedhjet e reja në dhjetor të këtij viti. Por nëse sipas tij qeveria Konjufca 1 arrin të krijohet, atëherë zgjedhjet e reja do të jenë në prill, kur edhe do të zgjidhet presidenti i ri i vendit. Opozita e ka në dorë që të zgjedh rrugën e mëtejshme, ose Kurti 2.5 drejt zgjedhjeve në dhjetor, ose Konjufca 1 drejt zgjedhjeve në muajin prill. Secila prej tyre për ne është e pranueshme, ishte komenti i tij. Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani, pavarësisht kundërshtimit të partive opozitare, mandatoi në orët e vona të së martës zyrtarisht Konjufcën nga lëvizja vetëvendosje për të formuar qeverinë e re të Kosovës. Konjufca pason si të mandatuar Kurtin, pasi ky i fundit nuk arriti të krijonte mazhorancën parlamentare për të bërë qeverinë. Glau Konjufca, sipas kushtetutës, nga momenti i marrjes së mandatit ka 15 ditë afat për t'i prezantuar kuvendit për bërjen e re të ekzekutivit e duhet të marrë mbështetjen e të paktën 61 deputetëve për t'u zgjedhur kryeministër.
Kosova nesër mban raundin e 2 të zgjedhjeve lokale. Janë 18 komuna ku asnjë kandidat nuk arriti të marrë më shumë se 50% të votave në një trup elektoral prej 1.3 milion votuesish. Të dielën 1.3 milion qytetarë të Kosovës do të drejtohen qendrave të votimit për raundin e 2 të zgjedhjes së kryetarëve në 18 komunat, ku asnjëri prej kandidatëve nuk mori mbi 50% të votave më 12 tetor. Të shtunën Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka shpërndar materialin zgjedhor. Gjatë ditës së shtunë, KQZ ka shpërndar materialin zgjedhor përfshirë fletvotimet në 18 komuna, në të cilat do të votohet më nëntor. Ky material në orët e hershme të ditës së diel do të dërgohet në qendrat e votimit. Në raundin e 2 të zgjedhjeve të drejtë vote kanë edhe diaspora, votimi për të cilët është zhvilluar me postë dhe përfundon gjatë ditës së 8 nëntorit. Për votim nga jashtë të regjistruar janë mbi 29.000 shtetas të Kosovës që jetojnë jashtë vendit. Në 18 komunat ku votohet me 9 nëntor, qytetarët do të kenë vetëm një fletë të votimit me emrat e 2 kandidatëve të mbetur në garë e që morën më shumë vota në raundin e parë. Në këtë rreth të votimeve do zgjedhet edhe kryetari i kryeqytetit Prishtinës. Në garë janë kryetari aktual Përparim Rama nga Lidhja Demokratike e Kosovës dhe ministri në detyrë i kulturës Hajrullah Çeku i lëvizjes Vetëvendosja. Qytetarët gjatë së dielës do të votojnë për zgjedhur kryetarët edhe në Mitrovicë së Jugut, ku gara konsiderohet shumë e fortë mes ministrit në detyrë të bujqësisë Faton Pecit nga lëvizja Vetëvendosja dhe Arjan Tahirit të Partisë Demokratike të Kosovës. Më 9 nëntor votohet për kryetare dhe në qytetet e tjera të mëdha të Kosovës si Pej, Prizren, Gjakov e Gjilan. Në balotazh me votat e diasporës shkoi edhe komuna e banuar me shumicë turke Mamusha dhe ajo e banuar me shumicë serbe Klokoti. Megjithatë në këtë komunë kandidati Srećko Spasić i Partisë Srpska Narodna Sloga u tërhoq nga gara për të bashkuar listës serbe që ishte në balotazh për të dielën. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve thotë se ka kryer përgatitjet e nevojshme dhe procesi i numërimit do të jetë më i shpejtë. Në këtë raund, procesi i numërimit të fletvotimeve është më pak i ndërlikuar për shkak se në çdo fletvotim janë vetëm nga 2 kandidatë dhe kjo rrjedhimisht reflekton edhe në aspektin kohor. Ky raundi i dytë votimi për zgjedhjet lokale pritet të definoj edhe fatin e nivelit qendror, pasi Kosova nuk ka një qeveri të re që prej zgjedhjeve të 9 shkurtit të këtij vitit dhe është rrugës për zgjedhje parlamentare në muajin dhjetor. Për Top Channel, Leonita Bajrami, Prishtinë. Ndërkohë pa nisur ende votimi, Vetëvendosja akuzon Partinë Demokratike të Kosovës për manipulim përmes trenit bullgar. Një ditë përpara balotazhit të së dielës në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve në Kosovë, diskutimet u kthyen në një përplasje të hapur me antarin e Vetëvendosjes Sami Kurteshi, që akuzoi përfaqësuesit e PDK-s duke thënë se kanë çuar në Kosovë atë që njihet si treni bullgar. Treni bullgar në Republikën e Kosovës është instaluar nga PDK-ja. PDK-ja tani po e përdor trenin kosovar përmes keqpërdorimit të votave me asistencë, u ankua Kurteshi. Sipas tij, te kutia e votimit duhet të jetë vetëm një person, pavarësisht rrethanave në të cilat ndodhet. Nuk shkon kështu. Kërkova fjalën e kolegu ka kërkuar mos me bo hulumtimin për vota me asistencë. Kolegu e numrat ndryshon kush. Numrat ndryshon kush. Ndërkohë antari PDK-s Arjanit Elshani insistoi se statistikat dhe analizat për këtë çështje janë miratuar dhe sipas tij ligji aktuale trajton ndryshe. Statistikat i kemi, 58.584 votues kanë votuar me asistencë në zgjedhjet lokale të vitit 2017. 55.961 kanë votuar në zgjedhjet për Kuvendin e Kosovës në vitin 2019. A e dini sa janë sot? Do me atë analizën që po flasim, janë me 19 komuna, të analizuara është 9.000. Një tjetër antar i PDK-s Ilir Gashi e ftoi më pas prokurorin që të hetojë çështjen. Rusia është shumë e pakënaqur me Serbinë dhe presidentin Vučić, të cilit i ka qëndruar pranë, veçanërisht për çështjen e Kosovës. Pas deklaratave për eksportet e armëve serbe në Ukrainë, Moska tallet, duke thënë se Serbia ka 2 president, një që flet ndryshe me Rusinë dhe një tjetër që flet ndryshe me Perëndimin. Rusia e shfaqi hapur pakënaqësinë e saj me qëndrimin e presidentit serb Aleksandar Vučić, i cili gjendet në një udhkryq mes aleates së vjetër dhe Perëndimit. Zëdhënësja e Ministrisë së Punëve të Jashtme ruse, Maria Zakharova,
I komentoi me tone sarkastike deklaratat e fundit të Vučićit lidhur me shitjen e municionave Bashkimit Evropian. Vučić është shprehur se Serbia është detyruar të vazhdojë tregtinë e armëve me vendet e BE-s, madje edhe nëse mallrat e shitura përfundojnë në Ukrainë. Zarova kujtoi se Moska pret që Beogradi t'i qëndrojë zotimeve të veta dhe të mos dërgojë armë në këtë vend. Lideri serb jep disa deklarata të caktuara kur është në Moskë, e krejt të tjera kur ndodhet në pjesë të tjera të rajonit, gjë që krijon përshtypjen se në Serbi ndoshta ekziston dhe një president tjetër Vučić, shumë herë përfshirë dhe në nivelet më të larta. Kemi marrë nga udhëheqja e Serbisë deklarata se eksporti i municioneve me origjinë serbe është nën kontroll të rrep dhe se këto municione nuk do t'i dërgohen Ukrainës në mënyrë që Kievi të mos mund t'i përdorë kundër ushtarëve tanë. Njëkohësisht ajo kujtoi se ushtarët rusë shumë herë kanë ardhur në ndihmë popullit vëllazëror serb, siç e quajti zëdhënësja. Refuzoi edhe të diskutojë jo vetëm për mundësinë, po dhe temën që ushtarët rusë, të cilët historikisht kanë dhënë zemrën e tyre në çdo kuptim të fjalës, kanë dhënë jetën ose kanë shprehur dashuri dhe besnikëri ndaj vëllezërve serb, tani mund të goditen apo vriten nga armë, municione ose granata që e kanë origjinën nga Serbia, u shpreh ajo. Shërbimi i inteligjencës jashtme të Rusisë kishte njoftuar më herët se Beogradi po furnizon Kievin me municion pavarësisht neutralitetit të shpallur. Donald Trump i kërkon Europës që të respektojë presidentin hungarez Viktor Orban. Pas takimit të tyre në Shtëpinë e Bardhë, Hungarisë ju lejua të vijojë importin e gazit rus për të paktën një vit. Pas takimit me Donald Trumpin në Shtëpinë e Bardhë, Viktor Orban pohoi triumfues përpara gazetarëve se kishte marrë prekreu të shtetit amerikan premtimin se gazi dhe nafta ruse e përdorur nga Hungaria do të përjashtohen për një vit nga sanksionet e SBA-s. Marrëveshja konsiderohet një fitore për kryeministrin hungarez, por edhe për vetë Trumpin, duke qenë se Budapesti është i angazhuar për një sër investimesh në fushën e energjisë në SBA. Presidenti amerikan e lavdroi në mënyrë të përsëritur Orbanin gjatë takimit të tyre, duke lënë kështu mënjan mosmarrveshjet mbi faktin që Hungaria vazhdon të blejë naftë prej Moskës dhe duke zgjedhur të fokusohej më tepër tek ngjashmëritë që kanë agjendat e tyre të politikës së emigracionit. Unë mendoj se krerët e tjerë europian duhet ta respektojnë Hungarinë dhe ta respektojnë shumë këtë lider, sepse ai kishte të drejtë për emigracionin, sepse shikoni se çfarë ndodhi në Europë. Atje kanë vëshuar njerëz nga disa vende që janë të panjohura. Hungaria varet nga Rusia për 74% të gazit dhe 86% të naftës së saj, sipas të dhënave të Fondit Monetar Ndërkombëtar. Trumpi megjithatë u tregua menjëherë i hapur për t'i lejuar Orbanit një përjashtim nga sanksionet amerikane, me argumentin se Hungaria nuk ka dalje në det dhe nuk ka porte, e për këtë arsye ka vështirësi më të mëdha në sigurimin e furnizimeve përmes rrugëve alternative. Më pas ai kritikoi vende të tjera europiane, pa i përmendur ato që kanë dalje në det, por që vazhdojnë sipas Trumpit të blejnë naftën dhe gazin rus. Veç bashkëpunimit në fushën e energjisë dhe të tregtisë, tema e takimit ishte edhe lufta në Ukrainë. Trump dhe Orban diskutuan edhe për samitin SBA-Rusi. Muajin që shkoi, Trumpi njoftoi se do takojë me presidentin rus Vladimir Putin në Budapest, megjithatë takimi u shty pasi Rusia refuzoi një armë pushim. Në Galerinë e Arteve në Tiranë është hapur një ekspozitë kushtuar një prej elementeve tipik që dallon veshjen shqiptare, plisit apo qeleshes. Ekspozita e Eduard Karajt e sjell plisi në të gjitha format dhe emërtimet që mban në hapësirat shqiptare. Plisi ose qeleshja është një simbol i identitetit kombëtar të cilin shqiptarët e kanë ruajtur me krenari ndër shekuj. Kjo kësule bardhë që shpreh nderin, qëndresën dhe trimërinë e shqiptarëve, frymëzoi artistin Eduard Karaj për të sjellë ekspozitën Plisi në histori, që bashkon pikturën dhe skulpturën në një dialog të vetëm. Në ekspozitën e çelur në Galerinë e Artit Tiranë, Gjylafi paraqitet në të gjitha format e tij, duke prezantuar Shqipërinë e Veriut, të Jugut dhe Shqipërinë e Mesme. Më ka intriguar forma e plisit, domethënë ajo bardhësia apo ajo pjesa e si duket si një gjysmë vezë që tregon që ka lidhje me ripërtëritjen e jetës. Qeleshja, e cila qëndron në kokën e personazheve të artistit, mishëron historinë e të parëve tanë dhe qyteteve që përfaqësojnë trashëgiminë tonë kulturore. Jam munduar që të prek arkitekturën që ne gëzojmë, siç është Berati apo Gjirokastra apo shtëpiat karakteristike të Elbasanit, duke i futur, duke i bërë si një ëndër brenda këtyre, pra duke i lidhur që shiko se me këtë plisin brenda këtyre shtëpiave kanë jetuar njerëz.
Nëpërmjet punës me gdhëndjen e drurit dhe teknikën e vajt akrilik në një ndërthurje të guximshme të tradicionales me modernën, krijimet e Karajt dalin jashtë kornizave dhe marrin dimensione mitologjike. Ideja është për ta fryrë, për ta mitizuar për këto portretet e këtyre pleqjve ose këtyre burrave të urtë, luftëtarëve, si gjakovarëve, siç është ajo atje, ose kreshniku që është këtu, pra që ne dikur i kemi pasur për ato prallat. I frymëzuar nga kujtimet me gjyshërit, portretet e malsorëve me mustaqe dhe qendrim fisnik të Karajt na kujtojnë vlera të shoqërisë si besa shqiptare. Unë e kam vlerësuar shumë fjalën e gjyshërve të mi, dy fjalë që t'i thoshin, i mbanin, ose dhe po të shikosh disa nga kuadret e mi kanë edhe iniciale, ku na kujtojnë atë frazën e famshme ku jepeshe besa, besa, bes. Do na bënte mirë si shoqëri që ta kujtojnë. Ekspozita me 14 skulptura dhe 27 piktura do të qëndrojë hapur në Galerinë e Artit deri në 11 nëntor. Xhamia e Sultan Bajazitit, ndërtuar 533 vite më parë në Kalan e Elbasanit, ka nisur të restaurohet. Xhamia më e vjetër në Elbasan dhe ndër më të vjetrat në Shqipëri e Ballkan, Xhamia Mbret, po i nënshtrohet një rekonstruksion i cili ka përfshirë pjesën e hajatit, çatin dhe ambiente të tjera të cilat kishin të domosdoshme ndërhyrjen. Fal kësaj përpjekje të arrim sot të shohim këtë xhami që ka marrë pamje tjetër, si nga jashtë, por se edhe nga brenda, cila pra është një fazë tjetër që do të fillojë nga brenda. Rekonstruksioni është bërë i mundur nga kontributet e besimtarëve, ambasadës turke e të tjerë, me qëllim për të mbrojtur këtë monument të kategorisë së parë. Xhamia Mbret është një nga xhamia më të vjetra, jo vetëm në Elbasan, por edhe në Shqipëri, edhe në Ballkan, daton nga shekulli i 15, pavarësisht nga viti i 1491, si xhami, dhe është xhamia e parë e cila është ndërtuar në qytetin e Elbasanit dhe njihet nga xhamia më të vjetra në Shqipëri. Xhamia Mbret, e njohur ndryshe si Xhamia e Sultan Bajazitit, e ndërtuar 533 vite më parë, ndodhet në Kalan e Elbasanit dhe çdo vit vizitohet nga mijëra turistë. Dje ishte nata finale e emisionit për shqiptarët, u treguan histori shprese dhe shpëtimi, bashkë me thirrjen për të ndihmuar persona të tjerë që janë në vështirësi. Kështu nisi puntata e fundit e sezonit të 3 të emisionit për shqiptarët. Top Channel dhe Fondacioni Firdeus në këtë natë kishin rezervuar emocione të mëdha, që nisi me jetë të shpëtuara dhe shtëpi të ndërtuara nga e para, ku lutja edhe kësaj herë u kthye në buzëqeshje. Dy historitë e para ishin ato të dy vajzave të vogla, Altea 6 vjeçe, e diagnostikuar me tumor, dhe Dajnës 1 muajshe, e cila çdo ditë e jetës së saj e ka kaluar në spital. Fal mbështetjes së shqiptarëve, ato u dërguan për kurim në kohë rekord me avionin spitalor në Itali. Nëse Altea nuk nisen në kohë rekord, rrezikonte jetën e vet. Altea me shpresën e Zotit dhe me ndihmën e shqiptarëve doja dali, sepse ky është premtimi i nënës së saj. Gjithmonë do jemi bashkë. Lotët e trishtimit kthehen në lot gëzimi dhe shprese. Darti dhe Luisi, pas krijimit në Itali, për herë të parë përqafuan familjarët e tyre. Për shqiptarët solli dhe historinë e Marias, nënës së ve me 2 fëmijë, ku lutja ishte për një stret të ngrohtë, dhe kjo nuk ishte vetëm një kërkesë, por edhe një amanet që duhej përmbushur. Kjo është shtëpia e ëndrave të mia. Kjo ishte edhe thirrja e Arlës 9 vjeçe, babai së cilës ndërroi jetë nga sëmundja tumorale dhe la pas familjen e tij pa një shtëpi në mesin e 4 rrugëve. Qa shtëpia që e ka, mashallah. Tash kjo është shtëpia jote. Një derë e re u hap për familjen e Arlës së vogël. 2 fëmijë jetima. Këto nuk ishin historitë e vetme që fal ndihmës së shqiptarëve nisën një jetë të re në shtëpinë e tyre, duke jetuar si të gjithë ne. Ju falenderoj të gjithë që më bëni një shtëpi të re. Buzëqeshja dhe mirënjohja e shoqëroi të gjithë mbrëmjen e programit për shqiptarët, fëmijë të shëruar dhe prindër të lumtur. Ky është misioni i programit për shqiptarët, të cilët bën bashkë të gjithë ata që duan të ndërtojnë vepra të mëdha e të dhurojnë jetë, sepse mrekullitë ekzistojnë. Për shqiptarët nuk bën bashkë vetëm të rritur, por edhe fëmijë. Shokët e Sadikut të vogël pasi kërkuan ndihmë për mikun e tyre. Kësaj here erdhën në studio për t'u surprizuar.
Sadiku pas një kalvari të gjatë të vuajtjesh, përqafoi dhe falenderoi të gjitha ata që i dhanë dorën të ngrihej sërish. Ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ, unë ju falenderoj për vëmendjen. Mirupafshim.